Zotri Lulzim Ahmeti, nxënës të dashur e ju të nderuar e respektuar profesor të shkollës sonë, i nderuari kryetari komunës, Zotri Begje Gjeladini, i nderuari drejtori drejtorisë komunale të arsimit, Zotri Zeni Krasniqi, drejtoreshe kulturës, rinis e sportit, zonja Liridona Misina e Pira, të nderuar zyrtar të tjerë komunal, drejtor të shkollave, kryetari këshillit të prindërve, ish profesor, komandant i stacionit policor, përfaqësues nga KFOR-i Turk, të nderuar veteran të luftës së UÇK-s, të nderuar familjar të dëshmorëve e invalidëve të luftës, shumë e respektuara familja e dëshmorit Rushdi Berisha, të nderuara medje, Radio Sharri dhe TV Opola, mirë se keni ardhur në këtë ditë të veçantë, një ditë ku ne festojmë dijen dhe arritjet tona. Sot, nderojmë edhe arsimin e përkushtimin e nxënësi dhe profesorit e kësaj shkolle. Dita e shkollës është mundësia jonë për të vlerësuar edhe përpjekjet e përditshme të profesorëve dhe për të festuar dhe për parimin që bëjnë ata çdo ditë. Kjo ditë është edhe një kujtim për rëndësinë e mësimit dhe forcimin e bashkëpunimit mes nxënësve, profesorëve dhe stafit pedagogjik të shkollës. E nderuara familja Berisha, ne sot po festojmë jo vetëm ditëlindjen e ish profesorit e ish drejtorit të shkollës sonë, por edhe kujtojmë jetën dhe veprën e dëshmorit të kombit Rushdi Berisha. Prandaj, në nderim të dëshmorit Rushdi Berisha dhe të gjithë dëshmorëve të rënë për lirinë e Kosovës, ju ftoj të gjithëve për një minutë heshtje. Lavdi. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit Rushdi Berisha. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit të rënë për lirinë e Kosovës. Qofti përjetshëm kujtimi për profesorin Rushdi. Ftojmë ushtruesin e detyrës së drejtorit të shkollës, Zotri Lulzim Ahmeti, për një fjalë përshëndetse. I nderuari kryetari komunës, Zotri Begje Gjeladini. I nderuari nënkryetari komunitetit dhe shumit Faisal Haliluriç. I nderuari drejtori të drejtorisë komunale të arsimit Zotri Zeni Krasniqi. I nderuara drejtoreshe kulturës, rinisë dhe sportit zonja Liridona Misina e Pira. Të nderuar zyrtar të tjerë komunal. Të nderuar drejtor të shkollave. I nderuari kryetari këshillit të prindërve të shkollës. Të nderuar ish profesor dhe punëtorë të tjerë të shkollës sonë në pension. I nderuari komendanti stacion policor në Dragash, të nderuar përfaqësues nga KFOR-i Turk, të nderuar veteran të luftës së UÇK-s, të nderuar familjar të dëshmorëve e të invalidëve të luftës, shumë e respektuara familja e dëshmorit Rushdi Berisha, të nderuara medje, Radio Sharri dhe TV Opola, të nderuar profesor aktiv dhe të dashur nxënës. Sot është një ditë e veçantë për të gjithë ne. Dita shkollës sonë, e cila me mburrje dhe krenari e mban emrin e Rushdi Berishës, ish profesorit, ish drejtorit të shkollës dhe herorit të kombit. Jehona sakrificës së tij për liri e pavarësi, për shtet e dinjitet, për herë do të jetë një frymëzim në ndërtimin e vetdijes sonë shtetërore, në ndërtimin e një institucioni edukativ arsimor, cilësor, për të cilin është angazhuar aq shumë heroi ynë. Të dashur nxënës, ju jeni zemra e çdo suksesi që festojmë sot. Përkushtimi dhe puna juaj janë reflektim i të ardhmës së drithës që ju pret. Mësimdhënës të nderuar, faleminderit për përkushtimin dhe pasionin tuaj të palodhur që e bëni këtë shkollë një vend të veçantë për zhvillimin e çdo individi. Gjithashtu, dua të falenderoj prindërit dhe mbështetjen e tyre të vazhdueshme që gjithmonë janë partnerë të paqëmuar në edukimin e fëmijëve të tyre, nxënësve tanë. Sot, në këtë ditë të veçantë për shkollën tonë, ne festojmë jo vetëm historinë dhe arritjet tona, por edhe vizionin dhe përpjekjet për të ndërtuar një të ardhme më të ndritur për të gjithë.
synimin tonë për të kultivuar vlera shoqërore të dinjitetshme. Të nderuar pjesëmarrës, shkolla jonë në strukturën e saj organizative në shkollë e tipit të përzier, gjimnaz dhe shkollë profesionale. Mbajtjes së mësimit praktik i kushtohet një rëndësi e madhe. Për këtë arsye, Drejtoria Komunale e Arsimit është e angazhuar për të themeluar kabinetin infermierisë, një projekt që synon të avancojë edukimin praktik dhe përgatitjen profesionale. Kjo është një mundësi e artë që nxënësit e drejtimit e infermierisë të kuptojnë më mirë konceptet nga mbrojtja dhe kujdesi shëndetësor. Gjithashtu, janë në proces përgatitjet për ndërtimin e strukturës fizike për 2 kabinete të tjera, hapësira këto që do të përmirësojnë cilësinë e arsimit shkencor dhe eksperimental. Këto nisma na bën që të shprehim falënderimin tonë të sinqertë. Mbajtja praktikës profesionale e drejtimeve të ndryshme është një mundësi e mirë që nxënësit tanë të aftësohen për tregun e punës. Me këtë rast, shprehim mirënjohjen dhe falënderimet më të sinqerta për institucionet shëndetësore, farmaceutike, administratën komunale, gjykatën, bizneset të ndryshme dhe të gjitha institucionet e tjera që kontribuan dhe po kontribuojnë në zhvillimin e praktikës profesionale të nxënësve tanë. Bashkëpunimi juaj i vazhdueshëm është një mbështetje e çmuar për përgatitjen profesionale dhe jetësore të brezave të rinj. Bashkëpunimi me OJC-n Avoku ka pasur një efekt shumë pozitiv për shkollën. Ky bashkëpunim solli furnizimin me libra dhe krijimin e një biblioteke e cila do të ndihmojë në pasurimin e burimeve të dijes dhe nxitjen e shprehisë për lexim të nxënësit. Pajisja sallës së mësimdhënësve me karrige dhe tavolina ka krijuar një ambient më të rahatshëm për punë dhe diskutime pedagogjike, ndërsa instrumentet muzikore do të hapin mundësi të reja për edukimin artistik. Kjo na obligon që të jemi shumë mirënjohës dhe falënderues. Nxënësit tanë po japin kontributin e tyre në për olimpiadat të ndryshme, si e matematikës, e ekonomisë, e fizikës, e kimisë, në gara me karakter regional dhe shtetëror. Ky fakt po nxit shpirtin garues për të ngjitur në majët më të larta të dijes. Në shkollë janë organizuar edhe aktivitete të ndryshme me karakter letrar, muzikor, sportiv, si edhe kuize të ndryshme me rastin e festave kombëtare dhe shtetërore. Të nderuar pjesëmarrës, ky është vizioni i shkollës. Puna e palodhur dhe suksesi në arritjen sa më të lartë në edukimin dhe arsimimin e nxënësve tanë. Gëzuar dita e shkollës. Faleminderit. Të nderuara bashkëshorte dhe familje e dëshmorit të kombit Rushdi Berisha. I nderuar kryetari i komunës Zoti Fesar Televiç. I nderuar kryetar i parë i pas luftës i komunës së Dragashit. I nderuar zotri, i nderuar drejtori i arsimit Zeni Krasniqi, i nderuar i shkollës së mesme, drejtori i shkollës së mesme Rushdi Berisha, zotri Lulzim Ahmeti, i nderuar kryetari i OVL QK-s së komunës së Dragashit e Berinë Shati dhe ju familjet e dëshmorëve, i nderuar të nderuar pjesëtarë të kabinetit të kryetarit, të nderuar asambleist, i nderuar komandanti i stacionit policor të Dragashit, të nderuar komandanti i vjes kufitare, të nderuar përfaqësues të këshillave të Bashkisë Islame, të nderuar përfaqësues të LMT-s të Kuforit Turk, të nderuar mësimdhënës, veteran të arsimit, të nderuar drejtor të shkolla, të nderuar media, të nderuar nxënës dhe ju pjesëmarrës të tjerë. Sot po festojmë 56 vjetorin e themelimit të gjimnazit të Dragashit, i cili që nga fillimi shërbëj si një vatër e dijes, mësimdhënies, ngritjes intelektuale, si dhe qerdhe e kultivimit të ndenjave të dhe dashurisë për disa breza me Allah. Kjo shkollë edhe sot e kësaj dite vazhdon të përmbush me përkushtim misionin e saj fisnik të arsimimit dhe edukimit të gjeneratave të reja, farpunës dhe angazhimit
të shumë mësimdhënësve e profesorëve, të cilët po vazhdojnë të japin shoqërisë sonë kuadro dhe ekspert nga fushët e ndryshme. Janë bërë tashme 2 dekada që kjo shkollë me krenari bën emrin me dëshmorit e kombit, profesorit të dikushët të kësaj shkolle, adhetarit Rushdi Berisha. Kujtimi për profesor Rushdiu do të mbetet për herë në zemrat tona si një mësimdhënës intelektual dhe veprimtar i paekur në shërbim të idealeve të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës. Të nderuar të pranishëm, për qeverisjen tonë komunale, arsimi vazhdon të mbetet njëra nga fushat me prioritet për avancimin e secilës po punojmë vazhdimisht me të gjitha kapacitetet tona politike dhe buxhetore, duke u përpjekur që të krijojmë një mjedis sa më të përshtatshëm të mësimdhënies dhe mësimdhënies për të gjithë nxënësit dhe mësimdhënësit tonë. Duke mos dashur të marr kohën shumë të çmueshme, si kryetar i komunës në emër të gjithë qytetarëve të komunës së Dragazhit, ju shpreh urimet më të përzemërta me rastin e ditës së shkollës, suksese dhe punë të mbarë për të gjithë. Lavdi dëshmorit të kombit Rushdi Berisha, lavdi dëshmorit e tjerë, qofti përjetshëm për kujtimi për Rushdi Berishën dhe dëshmorit tjerë. Ju faleminderit. Nderuar kryetari komunës zoti Begjet Gjeladini me kabinet, nderuar në kryetari komunës zoti Fesal Halilović, nderuar dhe shumë respektuara dëshmorit Rushdi Berisha, nderuar drejtori i shkollës zoti Lulzim Ahmeti, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës, të nderuar veteran të arsimit, të nderuar prind, të nderuar drejtorë të shkollave, të nderuara familjet e dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të organizatës veteranëve dhe invalidëve të luftës së ushtrisë ligjare të Kosovës, të nderuar përfaqësues nga Policia e Kosovës, të nderuar përfaqësues nga KFOR-i turk dhe ju të pranishëm. Kam deri dhe kënaqësinë që në këtë ditë shumë të rëndësishme të jam pjesë e këtij manifestimi në kremtimin e 56 vjetorit të shkollës tonë, shkollë e cila me krenari mban emrin e dëshmorit, drejtorit, kolegut dhe shokut tonë Rushdi Berisha. Të flasim për Rushdi Berishën çdo fjalë që mundohemi ta themi për të, do të ishte shumë e pakët në raport me sakrificat, mundin dhe përjetimet e cilat i kaloi ai. Kështu që nderimi më i lartë që mund t'i bëjmë Rushdiu dhe të gjithë atyre që sakrifikuar për arsim, edukim dhe lirinë e Kosovës, që tashmë e gëzojmë ne dhe të ta gëzojmë dhe brezat tonë, është përkushtimi drejt ngritjes vlerave dhe mirëqenies arsimore dhe edukative të brezave të ardhshëm për një shoqëri të shëndosh në aspektin edukativ dhe arsimor. Ata që patën nderin ta ninin Rushdiun e din mirë se kjo ishte edhe dëshira e tij. Patyshim që kjo shkollë ka nxjerrë shumë kuadra të larta profesionale të cilat na përfaqësojnë desisht neve si komunë dhe japin kontributin e tyre intelektual dhe profesional, jo vetëm në komunën tonë, por kudo që ata ndodhen dhe veprojnë. Andaj, kjo përveç që na bën krenar njëkohësisht, na obligon që të përkushtohemi edhe më shumë, sepse në arsimimin e gjeneratave të reja kur nuk është mjaft. Andaj, pa dashur të zgjatem shumë, në emrin tim dhe në cilësinë e drejtorit të drejtorisë komunale të arsimit, dëshiroj të ju përgëzoj për organizimin, me shpresë që kemi sa më shumë vullnet, bashkëpunim dhe dëshirë që të jetësojmë idealet e herojve tonë. Prandaj, urimet dita më e rëndësishme e shkollës, duke dëshiruar që suksesin nxënësve tonë të mos të mungoj kurrë. Faleminderit. Veliki selim i pozdrav želim gradonačelniku Begjetu Gjeladiniju, također direktoru obrazovanja, također želim našem direktoru Ruzimu, Fesalu Haliloviću, Tučkom Kejforu, policiji, svim direktorima osnovnih i srednjih škola. Također želim i medije, da poselam ime medije. Dame i gospodo, uvaženi gosti, koristim priliku da vas u ime svojih kolega i u lično svoje ime sve srdačno pozdravim i poželim dobrodošlicu na našu svečanu. Čast i privilegija je biti dio ove škole koja ima dugogodišnju tradiciju. Istovremeno, to je obaveza, odgovornost, ali i izazov
da u svakodnevnom radu unapređujemo nastavu i u učenju i u skladu sa potrebama učenika. Nastavit ćemo svi zajedno da obezbeđujemo sredstva u kojoj nastava i nastavne aktivnosti postiču kreativnost učenja, sticanje znanja, negujemo drugarstvo, iskrenost, humanost i toleranciju i da unapređujemo naš partnerski odnos. Dragi učenici, nastavite da svakodnevnim radom i zalaganjem napredujete ka ostvarenju svojih snova, a znanje koje steknete u školi nek vam bude sredstvo za postizanje željenih ciljeva. Još jednom, svima neka je hajrili dan škole u ime Dita Veshkovis. Të nderuar pjesëmarrës, i nderuar i kryetari i komunës, drejtor, klamirat ndryshme, përfaqësues të Kforit Turk, përfaqësues të Policisë Kosovës, familjet dëshmorëve, profesor të nderuar, ish profesor. Lejoni që në emër të familjes t'ju uroj ditën e shkollës, uroj që nga kjo shkollë kemi kuadro të fuqishme, ashtu siç ka pasur deri tashti, dhe t'ju uroj sukseset më të mira. Faleminderit. Filloj me programin kultura artistik të përgatitur nga nxënësit dhe mësimdhënësit të shkollës sot, i cili përmbajnë poezi, valle dhe këngë.
Kujtoj mësuesin, pat ikur mësuesim në mërgjim, unë librin e laga me lot, në zemër më hyri fytyra e ti, dhe s'më hiqej atë dit as sot. I vogël isha atëherë, pak dia, jeta më duke loje dëfrim, për nga do që shkoja, ku do që vija, shija fytyrën e mësuesit tim. Dëgjoja zërin e ti të dashur, kur binte zilja për mësim. Dëgjoja zërin e ti të dridhur, e din që është mërgimi t'jagim? Por unë se dija, s'kuptoja dot, që ishte mërgimi vendi e trolli. Sytë e mësuesit ishin me lot, a ditë që fshati e përcoli. Kaluan dit, kaluan vjet, librin nga dora se lëshova, në banka të shkollës edhe në jetë. Punët e kësaj toke mësova. Mësova unë se që ishte mërgimi, shtëpia pa të sot, sofra pa buk. Mësova pse mësuesi im na la dhe morri të lartë të rrugë. Sot, kur edhe vetja meditar, dalë për para në zënzve të mi, e kujtoj mësuesin tim të parë, i mbetur largë në vetmi. Dëshmorit Rushdi Berisha. Rjedh loti mbi gur të ftot, i na qanë mbi varë të shkret, një emër
dridhët me skujtimesh, një shpirt zgjen qetësi në jetë. Se dola e gërselat frymoj, në tokën që deshi, a i ratë pushoj. Erësira kohës, me dhune në thoj, i dirin që ndronte, me gjakë pagoj. Zgjohë rëzdi, kush ta preu jetën, kush ti ndali hapat, kush ti dogjë dëshirat. Tokën që e deshe, a e shenga lartë, a e tjenë si dhemë kur të thrasin rap. Po jo, s'është Tokyo, është Varez me gur, është dhemje në natën e gjatë, se burat si Rushdiu s'u shuan kur. Gruaja të priti me mame lot, po vesh një varë një emër qeti. Mbesa të kërkojnë me syeve, por vetëm emri yt ju meti. Zgjohu arër si Berisha, a nuk fletën mjaft ke tokë që e ujte me gjakë. Të thirën malet, të thirën lumejt, të thirën fushat gjakuj të rënve. Ti shkove si erë, ush në rome e flak, ti mbete emër në këngën e dhemjeve. Lotët mbi gur nuk mjaftojnë, fjallat jam pak kujtimet të brojnë. Fëmijet e lodhur, te varet e qajnë, kujtimet të tua në zemër i mbajnë. Në cilën erë të ftot të maleve ke metur, në cilën lullet e njohën pra vere pushojnë. E ti nuk flet ma për ne të dëgjojmë, e dëgjojmë gjakun tënd që thret nga toka. Të morën për nuk të mposhtën, të vranë për nuk të shuan. E gruaja, mimoza, kushtrimi e kreshtiku të kërkojnë ende. Në pragun e shtëpisë tënde, era si zërin tënd, po këmba jote nuk hyn më aty. Sot trupi yt mrehet në dherë, për zëri yt nuk hesht. S'vdes, në çdo flamur, në çdo rrahje zemre, ti je aty mes nesh. Një komp të përmend me lotë mall, një popull të nderon me lavdi, sepse Rushdi, ti nuk u fike, ti je dritë në përjetësi.
Kam tokën kalkundun, kërkon shqipja djem të humbun. Nana thret djalis përgjigjet, zemra e nanës flak po digjet. Kur në lokja I banzat virit, shkrep trufeja kup qelit. Rete zeza, nisin tërbohen, breshër lotësh mbidel shohen. Thirja e nanës, tranqet vishin, duhma saj thell djek shpirtin. Thirja e nanës, t'fut gjallë dhe, biri nanës folmor ku je. O shqiptar, qatë shumë vuajte, në emër të Zotit po të baj një lutje. Nëse ndodhësh ndokum gjallë, thuja nanës birë veç një fjallë. Fol me nanën, poshtë madhin Zot, mos e len të mbytën lot. Se I shkoj moti veç me vaj, krue lotin sytë e saj. Dit e nat, mendja në ty, loti mallit pik gjakun sy. I bjen gurit dhe e ban copa, I bjen votre se qahet toka. Në qovë gjallë bir, në qovë mathirjen, mos ja kthene në lokës shpinën. Kthe e bir kryet bime mdheut, fol me nanën, po fol mër buri dheut.
përgjigjeni, e di që toka ja u ka fshehur fjalët, që plagët tuaja kanë heshtur përjetësisht. Por ne ju dëgjojmë çdo natë kur shiu bie mbi gurët tuaj, kur era lëdhaton flamurin mbi varret tuaja, kur nënat ende qajnë në heshtje. Kishit ëndra, kishit dashuri dhe prap ju nisët, pa frikë, me zemrat plot zjarr dhe syt nga qielli. A e kujtoni atë natë kur shikuat për herë të fundit hënën mbi Kosovë? A e ndjet atë frymën e fundit, atë pritmën e fundit? Apo nuk patët kohas për lamdumir? Sot toka që u itet nga gjaku juaj është e lirë. Por a është kjo Kosova që ju ëndruat? Nën, më thuaj ku është spirit? Në cilën fush gjaku i fjeti? Në cilën kodër trupi i heshti? Në cilën kujtim emri mbeti? O ju vëllezër të rënë më thoni, a ishte mjaftueshme? A ishte dhimbja juaj e mjaftueshme? Për të na bërë të kuptojmë se liria nuk është vetëm një fjalë, por amanet, se nuk është vetëm një flamur, por plagë që s'do të harruar kur. Dëshmor, jeni amaneti ynë, jeni liria jonë, jeni zëri që s'do të hesht kur. Lavdi. Ku pëjdoni kafe, to ishtë që 1 vjetër. Do vash një
Falenderojmë të gjithë mysafirët, profesorët, nxënësit të cilët na nderuan me pjesëmarrjen e tyre në manifestimin përndetër të së shkollës sonë. Kështu kemi arritur edhe në fundin e këtij programi kulturo-artistik. Ftojmë të gjithë mysafirët për një koktejl rasti në objektin e shkollës për ndër të kësaj dite. Urime të gjithëve kjo ditë, shihemi në manifestime tjera.